Kjo është, e keni ndërtuar tani? Edhe është ujvara. Ujvara të lartë shumë më një bukra të lartë. Ka kanione kështu. Edhe flamorin shqiptar. Kush vjen më shumë? Nga Tirana, po turist kishit? Keni? Vin turist? Vin shumë turist. Hajde Jessica, na drejto. Jessica është e ardhmja, po ju bazat i keni nga babaj? Është babaja i që e ka ndërtuar? Babaja filloi si punë. Babaja filloi. Ju ala ju dhe ju tani? Ne po e vazhdojmë. Po e vazhdojnë për fëmijët. Punojnë fëmijët në? Punojnë gjithë. Punojnë. Angazhojnë të gjithë? Të gjithë si familje. Si e keni synimin? Çfarë doni të bëni më shumë tani? Ne do të mbajmë këtë punë që kemi siç e kemi, kaq. Siç e keni. Ky është qëllimi. Gjithë qëllimi ky është. Se nuk është e thjeshtë, apo jo? Ju merr goxha kohë. Që nga mëngjesi deri në darkë, por ja vlen besoj. Po, ja vlen. Ja vlen, kur e shkojnë njerëzit janë të kënaqur, ndjen vetë kënaqësi. Wow. Shumë e bukur, shumë. Vin njerëz këtu? Vin gjithë këtu kalojnë. Këtu. Ikin projekt lart. Jessica, kujdes, ku shkon? Jessica. Po në shkollë çfarë klase je? Klase 2. Mëson? Çfarë nota shke? 9, 10 dhe 8. Bravo, 8 do t'i përmirësosh, do t'i qështë e 9, 9 e 10. Pastaj kur të rritesh, çfarë mendon të bësh? Ose piktore, ose këngëtare. Po lokale, restorantin, biznesin? Të mbaj, derisa të rritem. Kur të rritem, t'ua marr dorën atëherë. Ti punon më shumë aty nga fëmijët? Nga kushërin, nga vllai? Ashtu, me kushërin jemi të dy gatuani. Gatuani? Kam shmendjen për të gatuar. Jo. Po mirë, ti mund bësh emisionet për shumë, ti mund ta promovosh? Nuk e di. Nuk e di. Ta them unë që mund ta bësh. Shumë faleminderit. Unë edhe mund të mbes këtu sot. Këto janë ambientet jashtë. Tani do shkojmë ambientet brenda restorantet. Dasma nuk bëni. Jo, fejesa, datëlindje, gjëra familjar më shumë punojmë me familje. Shiko, më mirë në një biznes është të dish se sa mund të bësh dhe me sa duket ju e dini se sa. Kemi zgjedhur këtë lloj mënyrë pune. Shumë mirë. Tani dhe restorante. Restorante çdo gjë me motive tradicionale. Tradicionale. Se ka zgjedhur arkitekti. E keni bërë me arkitekt? Po, me arkitekt. Shumë mirë, shumë bukur. Hapësira, gjelbrim, dritare, ajër, freski. Njerëzit duan ambiente të mjanë sot, nuk duan salla. Duan dhoma. Edhe Rikard Larja këtu, shumë e bukur. Me ka dhuruar Marieta. Marieta. Vjen kur bëhet festë e fshatit në muajin gusht. Kur është festa e fshatit? Në 23 gusht. Në 23 gusht? Po. Ka festë fshatit? Festë fshatit. Pse është 23? Takim brezash. Gjithë ata që janë të larguar në fshati, bëhet një diçka shumë e bukur. Edhe takoheni në qendër të fshatit? Po. Festoni, këndoni, kërceni? Dhe Marieta vjen, e ftuar. E ftuar. Ju a pas ka lënë një dhuratë të çmuar këtu. Mëj Jessica, ç'do më bësh tani? Do të vendos kapelën. Vendos edhe këtë. Prit, të dimoj pak. Ma rregullo pak. Si dukem si çobanesh? Marr dhe këtë shkopin. Marrë shumë mirë. Kemi dhe Robertin që na pret këtu me çlirimin. Mirë Lori. Mirdita. Hello. Si jeni mirë? Jo dashmi. Ku është deli? Delja. Po, ku është deli? Në mal. Po, ik. Ikim. Ne shkojmë. Sa peshon kjo? Një 10 kg. 10 kg i ka? Po. Po. Shumë të rejqe, se të pëlqen? Pëlqen shumë. Po.
Un pive, Roberti do un pive vera. Dhe do flir gjumë tash me shark. Un ham Mish. Mishin ha me dorë, jo me thik. Mishin ha me dorë, jo me thik. Me dorën, po, dorë, po. Edhe Shumë tani, mirë me dorën. tani e mbyllim këtu. Pas kemi vargjet e Alea Slanit. Po, që ka shkuar duke sile për fshatin. Për fshat, për shpellën, në fakt, për shpellën. Shpele blatësin lat në mali. Edhe kjo e qëndisura këtu, më tha që ka një histori të bukur. Ajo është dhurat që ka pru gjyshja kur është martuar. Vërtet. Para 100 ca vjetësh. Si gjade që e ajo. Si gjade. Shumë bukur. Që është e bërë me dorë nga Se bërë me gjyshja. dorë para 100 ca vjetësh. Nuk ka të ardhme pas të shkuarën, pa punën e së shkuarës. Me poetin, me punën e gjyshes. Edhe me Robertin. Tradita. Dhomë tradita. Po. Dhomë traditi është shumë bukur. Në dimri me zjarri. Me oxhaku. Po, me raki. Me raket. Shumë mirë. Mirë. Ta mbyllim tani, pim dhe një gotë tjetër. Gjumë këtu. Po, Afër zjarrit. afër zjarrit. Po. Faleminderit shumë Çlerim. Ju faleminderit dhe ju. Faleminderit shumë, punë të mbarë, gjithmonë të mira dhe mbarësi të pëlqeu Robert. Faleminderit. Po. Shumë bukur. Roberti, Faleminderit je mirë shumë. shumë. Mirë pafshim. Rrofsh. Faleminderit.